tashmë radhën e kaqet flasim pak për librat, mirë po jo veprat të cilat na vijnë nga autorë që ndoshta kanë eksperiencë shumë të gjatë në letërsi dhe që i njohim, por në fakt nga ajo kategoria autorëve që fillet e veta në të shkruar i kanë që herët dhe kjo bën që në fakt që në moshë shumë të re të kenë një numër të konsiderueshëm të librave, mirë po edhe ta trasojnë rrugën për rrugtimin e tyre si autor që në moshë shumë të re. Në fakt Blerona Ismaili, kur përmendet emri i saj, nuk është më aq i panjohur për publikun, mu për shkak të disa veprave me radhë që ajo ka shkruar dhe për cilat kanë qenë edhe këtu në studiot e televizionit Alsat, por edhe më gjërë. Në fakt nga matematika në letërsi dhe nga letërsia në trajtim të temave sociale, për gjitha këto për cilat edhe Blerona shkruan, ne do flasim tani këtu në studio së bashku me të. Mirëmëngjesi Blerona, mirë se na erdhe. Thuaj pak si je? Shumë mirë. Si është unë do të pyes pak, sepse ty vazhdojmë të kemi nxënësit të shkollës mesme, si është kjo periudhë për nxënësit e shkollave të mesme? Është shumë një periudhë e mirë, po sa është e mirë është pak edhe vështirë, sidomos tash që është fundi. Nxënësit e mirë zakonisht stresohen për notat, po është mirë. Si kalove ti, më thuaj? Shumë mirë. Po, ishin të rënda viti dytë më i rëndë se i pari, apo si? Jo, ishte më i lehtë, për shkak se viti i pari ishte më e vështira e periudha adaptimit, po tash jemi mësuar jo. Po, më duket e ke bërë më të lehtë periudhën e adaptimit edhe me veprat që ke shkruar, por edhe me afërsinë që ke pas me profesorët. Shumë lehtë. Po edhe nga ana tjetër edhe profesorët më kanë përkrahur shumë dhe kjo më ka ndihmuar shumë që unë të arrit deri këtu ku jam sot. Po në fakt Blerona, ne të kemi pas këtu në studio në librin e matematikës, në ato detyrat, zgjidhjet e detyrave nga matematika, më thuaj pak, çka e bën Bleronën që të shkon nga shkencat eksakte në literaturë ose le të themi në letërsi më shumë? Lënda e matematikës dhe letërsia janë dy botë krejtësisht ndryshme, secila është e veçantë në vete, secili ka ato anët pozitive, jo dhe çdo nxënës i beson ato. Lënda e matematikës është një lëndë e cila kërkon logjikën, po gjithashtu edhe ajo na mëson që pavarësisht çdo problemi që duket se është i vështirë, ajo mund të zgjedhet. Ashtu edhe janë edhe detyrat matematik që sa do të vështira që duken, ato prap kanë një mënyrë për të zgjedhur ata. Ndërsa nga ana tjetër letërsia është një botë krejtësisht e kundërt nga ajo e matematikës, për shkak se në to secili nxënës ose secili fëmijë mund të shprehë ndjenja, domethënë secili mund të hyjë në botën e vet dhe të flas atë çfarë e mendon pa u paragjikuar nga të tjerët. Po, ndonjëherë njerëzit që janë të fokusuar më shumë ose studentët, nxënësit e bota eksakte, është rënë të dalish në botën e letërsisë. Së pak unë që për shumë gjatë kam studiuar juridikun, në shumë rënë të dalë të shkruaj letërsi, sepse beste ajo teknika e juridikut. Sa ka qenë rënë për ty, sepse libri i parë në fakt është nga matematika? Nuk ka qenë as pak e rënë, për shkak se unë e kam bërë me dëshirë këtë. Unë edhe pse kam filluar me letërsi, nuk do të thotë që nuk do të ketë libra të tjerë matematik. Kështu që unë do të bëj kombinime edhe në matematik, po edhe në letërsi. Okej, do më thëmë presim ende nga matematika. Do të ketë ende. Ti vazhdon të jesh në cilin drejtim në Zefrush Marko? Matematikur, drejtim matematikur. Do vazhdosh aty edhe? Po, do vazhdoj, deri në fund. Nuk do ndrosh, sepse është në vitin e tretë mundësia për të ndryshuar. Gjithsesi, ne do flasim pak më shumë për letërsinë, sepse librin e matematikës e kemi ezauruar, për gjithë ata që duan matematikën mund t'i drejtoheni Bleronës për zgjidhje. Mirë po, më thuaj pak, libri i dytë ishte për Zefrush Markun, një libër i cili u dedikua Zefrush Markut si shkollë, dhe libri i tretë është Ti nuk je vetëm. Ne kemi diskutuar tematikën e nebulizmit me ty së bashku, po më thuaj pak, për çfarë tematike bëhet fjalë në këtë libër? Libri im i tretë, zhvillohet Ti nuk je vetëm, është një libër të cilin unë e fillova dhe e inspirova ta shkruaj nga ngjarje të ndryshme që ndodhen. Ngjarje zakonisht në atë ditën, që ishin të kaluarmi, po pra vazhdojnë ndodhen edhe sot. Këto ngjarje më kanë prekur mua shumë, kështu që më kanë bërë që ta shkruaj këtë libër, duke dashur që t'ju jap një hapësirë të rinjve, të cilat dita e ditës vetëm se po japin fund jetës tyre, pa menduar, që ndikojnë faktorë të ndryshëm në to, familja, presionin, ndaj familjes që t'jenë perfekt, rrethi shoqëror, bullizmi edhe siç e thatë edhe ju, do të thonë gjitha këto ndikojnë në shëndetin mendor tek të rinjt. Mirë po, edhe nga vetë titullit, Ti nuk je vetëm, unë kam dashur që me këtë titull dhe më thënë t'ju tregoj të rinjeve që ato nuk kanë vetëm, pavarësisht çdo pengesë, çdo vështirësie që ato kanë, është dikush që ato i pret dhe mund t'i këshilloj për çdo gjë. Do të thonë ato mund të tejkalojnë çdo vështirësi që ato kanë. Gjithashtu është edhe një histori që unë desha ta cej këtu, që ka të bëjë lidhje edhe me librin, është historia e tre engjëjve.
të trenjtë do të thënë lidhen së bashku dhe flasin se ku ta vendojnë lumturinë e njeriut. Secili jep mendimin e vet. Angel i parë thotë që si thua ta vendojmë lumturinë lart në majë të malit. Mirë po Angel i tjerë nuk bin dakord për shkak se njeriu për lumturi bën çdo gjë. Shkon deri në majë të malit dhe e mbrin. Pastaj Angel i tjetër thotë që si thua ta vendojmë lumturinë shumë thellë në oqean. Prap këto nuk bin dakord me këtë për shkak se prap njeriu bën çdo gjë që është e pamundur të bëhet dhe mbrin për ta marrë lumturinë. Dhe Angel i tretë thotë që si thua ta vendojmë lumturinë brenda në shpirtin e njeriut, ku ai vetëm sa aty e ka dhe mund ta ngjej. Dhe me këtë desha të tregoj që çdo i ri duhet ndjehet i lumtur me vetveten e vet, të besojë në vetvete, pavarësisht paragjykimeve, për shkak se asnjë njeri nuk mund të jetë perfekt. Sado që ti të mundohesh të jesh perfekt, prap njeriu do të njerëzit në fakt do të gjejnë diçka për të të ofenduar, për të të nënçmuar. Kështu që ato duhet të jenë vetvetja në çdo moment. Kjo histori është brenda në libër e shkruar? Jo, nuk është, mirë po lidhet me ato tematika që janë brenda në libër. Në fakt, ne secili prej nesh e kemi lumturinë brenda. Mirë po, fatkeqësisht lumturia nuk është prej atyre ndjenjave që është jetë gjate. Mund të ndjesh lumturi për çaste të caktuara dhe më pas mos të jesh i lumtur, po të jesh i gëzuar, le të themi kështu. Dallojnë si gjëra, mirë po fatkeqësisht ne kemi të rinj të cilët nuk e ndjejnë asnjërin prej këtyre emocioneve pozitive. Ne do flasim pak për librin, unë pash edhe aspektin ligjor, kështu që do ndalemi edhe pak te aspekti ligjor këtu. Mirë po më thuaj pak si është jeta e trive në Maqedoninë e Veriut, sidomos moshatarëve tuaj dhe nxënësve me cilët ti ke pas komunikim? Nuk është edhe aq e mirë sa duhet të jetë. Secili i ri tani po gjykohet për gjërat që ai vendos të bëj. Edhe pse ai e ka me gjithë dëshirën, po prap të rriturit nuk e kuptojnë këtë dhe vazhdimisht i nënçmojnë, i fyen ndonjëherë dhe nuk e kuptojnë që kjo është jeta e të riut. Domethënë ai mendon ndonjëherë edhe gabon, mirë, po prap ai është vetëm një i ri. Dhe çdo të rregullohet për ta jetën e ka përpara dhe mund të bëhet ditë e ditës edhe më i mirë. Vlerona, diçka që unë po shoh, ne nuk kemi shumë dallim në mosh, unë edhe ti, për të qenë dallimi aq galopant në aspektin e këndvështrimeve të ndryshme të trive. Unë shoh që trit nuk jetojnë më jetën siç e kemi jetuar ne. Së paku unë kam arrit momenti kur kemi luajtur plastik jashtë, kemi vrapuar edhe kështu me radhë, kurse sot nuk ekziston më kjo. Më thuaj pak si e shohin të rit jetën sot, sa është e rëndë përmes rrjeteve sociale, përmes krahasimeve të cilat ndodhin aty? Rrjetet sociale janë një gjë të cilët sa na ndihmon, po ashtu edhe na dëmton nga ana tjetër. Për shkak se të rinjt ndonjëherë mashtrohen nga rrjetet sociale duke parë jetën që të tjerët jetojnë dhe mendojnë që ajo është me të vërtetë një gjë reale. Mirë, po në fakt nuk është. Kështu që kjo i bën që ato mos të ndihen rahat dhe mos të ndihen sikur të janë të mjaftueshëm. Ndonjëherë ato i bëjnë pyetje vetit se pse unë nuk mund të jem perfekt si ato ose ajo. Do të thonë kjo i bën të rinj që të ndihen keq dhe të mbyllen edhe më shumë në vete. Shpeshherë kur flasim për depresionin, anksiozitetin edhe këto ndjenjat negative që shpeshherë thuhet, po janë shumë fëmijë për t'i pas këto. Ndoshta jo ti vetëm, jo ti personalisht, po më thuaj përballen të rinjt me këto, sidomos në shkollën tënde, në rrethin tënd me këto ndjenja? Po, shumë. Është një gjë të cilat edhe siç e thash të rriturit nuk e kuptojnë dhe siç e thatë edhe ju, ti je shumë i vogël për të pas depresion ose po mirë, po kjo nuk do të thotë që është ashtu. Secili i ri domethënë gjendet në një periudhë të vështirë ku ndoshta e mban vetë dhe nuk ja tregon askujt. Dhe kjo bën që ai ta çon ato deri në një pikë ku ai nuk ka mbështetje më dhe vendos bëj gjëra të cilat nuk janë të mirë për nga ana e të rinjve. Po cilat janë sfidat e gjeneratës tënde sot në vitin 2025, me çfarë përballen? Cilat janë ato peripeci që nuk lejojnë që një ri, një fëmijë të jetë i lumtur? Presioni për të qenë perfekt. Ato dojnë të jenë perfekt në çdo mënyrë, duke dashur që jo ta bëjnë veten e lumtur, por t'i bëjnë të tjerët të lumtur. Ndonjëherë të rinjt domethënë gjenden në një pikë ku kanë dy anë, anën e majtë dhe anën e djathtë. Në anën e majtë domethënë ato kanë atë dëshirë që ato kanë dëshirë ta realizojnë, mirë po nga ana tjetër familja ose rrethi shoqëror i kundërshton. Jo, kjo nuk bën, ti duhet ta bësh këtë që të jesh më perfekt. Dhe kjo bën që të rinjt të përballen me këtë në çdo moment. Po, në fakt, tema për cilën
Flet edhe libri, mirë po libri flet në drejtim të një drite në fund të tunelit dhe jo një errësire më të madhe. Ka të bëjë në shumë rrugtime. Unë sa e shoh edhe nga përmbajtja, je munduar që të kapish çdo sferë të jetës, pavarësisht që asnjëra prej sferave nuk është sferë në cilën ti ke specializuar, sepse je shumë e re për të qenë qoftë psikologe, qoftë ose nuk e di, teologe edhe kështu me radhë. Më thuaj pak për shkak se nuk e di nëse mund ta fokusojmë pak tek përmbajtja e librit. Kemi si qasje islame, kemi aspektin juridik, si që përmenda shikim psikologjik, sociologjik, pedagogjik edhe kështu me radhë, mjekësor. Si erdhi deri te këto pjesë, sepse ndonjëherë është rënd kur nuk është specializimi yt që të shkruash në fusha të caktuara. Unë kam vendosur të jem shumë e saktë në këto tematika që kam shkruar. Domethënë ka qenë pak e vështirë për mua për shkak se unë desh të mbaj balancën midis të jem sa më e saktë dhe të kem edhe kujdes. Për shkak se këto janë tema gjëra dhe serioze, që duhet të kenë shumë kujdes. Sidomos nga ana ime që jam shumë e re të shkruaj për këto tema, mirë po kam vendosur domethënë që mos të shkruaj sa më lehtë që të rinjt ta kuptojnë, mirë po edhe nga ana tjetër mos shkruaj diçka që ndoshta ato do të bëjnë të njihen edhe keq. Jam munduar të jem sa më precize dhe të ndihmoj shumë ky libër atyre. Si erdhi deri te përzgjedhja se cilat fusha të jetës do t'i prekesh? Këto janë fushat të cilat domethënë edhe në jetën e përditshme sot na ndihmojnë neve shumë dhe kam dashur që me gjitha këto domethënë kam menduar që kam marrë në këtë përfundim që gjitha këto fusha do të ndihmojnë të rinjve dhe secili ri do ta gjejë veten aty. Ka dhe një 2 tregime nëse nuk gabojmë këtu në fund që janë nga autorja. Po, është një tregim, e kam imagjinuar vetë këtë tregim. Dhe nuk është ngjarje e vërtet, kam dashur që me këtë t'ju tregoj të rinjeve se për ta kuptuar dhimbjen ti duhet ta ndjesh së bari. Është e shpreha që nuk mund të më gjykosh derisa nuk e ecur në rrugën time me këpucat e mia. Nuk është vetëm çështja të ecish rrugën e njëjtë, po edhe këpucat e kesh të njëjta. Këtu në fund thuhet mos u bëj arsyeja që dikush ta urrejnë veten, mos u bëj arsyeja që dikush të mos mund të hanë ushqim, që dikush të çan, që dikush të ndihet i pasigurt, që dikush të mos beson në dashuri, por edhe të ndihet i vetmuar dhe kështu me radhë. Ka njerëz të tillë në jetën e të rive? Po. Persona të afërt ose nga rrjetet sociale? Edhe persona të afërt edhe nga rrjetet sociale, të cilat ti mund t'ia thuash të riut një fjalë dhe nuk mund ta kuptosh se sa ajo fjalë mund ta lëndoj ato dhe ku mund ta çoj. Deri në atë pikë më të rrezikshme të jetës së tij, kështu që njerëzit duhet të kenë kujdes se çfarë të flasin dhe të mendojnë dy herë para se të thonë një fjalë. Si është marrëdhënia midis gjeneratave, sepse ky ndikimi i krahasimit shpesh vjen nga një moshë ndoshta pak më e rritur, sepse shkollarët e mesëm në pothuajse në gjithë botën janë pak a shumë të njëjtë në aspektin e financave, tash normalisht varësisht edhe për familjeve të cilat vinë, mirë po midis gjeneratave a vret shumë bulizmi, inferioriteti, këto sjelljet negative ose jemi të dashur në përgjithësi? Nuk jemi të dashur në përgjithësi për fat të keq. Mirë po, në kohën e kaluar, do të thënë, bulizmi ka qenë shumë më direkt. A tani nuk është, ka disa në situata, mirë po nuk është sikur në kohët e kaluar, për shkak se tani bulizëm, për shembull, për të rinjt, nuk kupton edhe nëse ai flet, ti e ndërpret, ose ti vetëm se e shikon, ose e nënçmon për diçka, për anët fizike, veshjen, ose diçka. Kjo është bulizëm për ata. Ka përjetuar Plerona bulizmin? Jo. Jo? Për fat mirë, jo. Edhe shpresoj që asnjëri mos ta përjeton. Ke pasur kontakt, ke shoqe, shokë që kanë përjetuar bulizmin dhe janë viktima të bulizmit? Po, kam. Edhe si është për ta? Janë pjesë e këtij libri dhe veprave tua historitë e tyre? Jo, nuk janë. Ndoshta jo në mënyrë direkte, po kanë qenë një motivim ose diçka që ka inspiruar. I kanë ndihmuar shumë shkak se kam shumë rrethin tim shoqëror të cilat domethënë janë ndjerë në situata të vështira, kanë qenë të bullizuar, mirë po kanë qenë njerëz të cilët kanë qenë shumë të mbyllur dhe domethënë nuk e kanë përhapur t'i tregojnë të tjerëve këtë të kërkojnë për ndihmë. Dhe kjo që e mbajnë në vetë është shumë një gjë e keqe, për shkak se vetëm se ajo rritet dhe bëhet edhe më keq. Më thuaj pak, duke shkruar këto roli religionit, në këtë rast je fokusu vetëm tek feja islame, më pas e kemi perspektivën sociologjike, psikologjike, pedagogjike, mjekësore, roli sportit, leximit, aspekti juridik. Më thuaj, cila nga këto luan më shumë ti rol, ose cila nga këto mund të ndihmon më shumë ti sipas teje? I ke edhe prindërit, mos t'i harrojmë këto.
Po së pari janë prindërit. Prindërit duhet jenë shumë të afërt me familjet e tyre, ti këshillojnë, që ndjenë afër në çdo vështirësi që ato kanë, edhe nëse të rinj ndonjëherë gabojnë, ato duhet ta kuptojnë se kjo është mosha e të rinjve, ato gabojnë, mirë për nuk do të thotë që ato mënyrë duhet t'i fyen ose që thojnë atë fjalën që nuk ka asgjë për ti dhe ti nuk mund të mbrish askund. Çdo duhet t'ju ndjen afër dhe ti në çdo aspekt tjetër si përkrajnë, çfarë do që ato zgjedhin. Pastaj edhe çështjet e tjera domethënë ndihmojnë shumë, është edhe ana mjekësore. Të rinjt duhet të kujdesen shumë për shëndetin e tyre mendor, mos ta lëndojnë, për shkak se nëse ato lëndojnë, tjerat janë vetëm kot. Kur jemi te shëndeti mendor, sa janë të qasshëm psikologët e shkollave, sepse ligjërisht duhet të ketë psikolog në çdo shkollë, fatkeqësisht ne kemi shumë numër të vogël të psikologëve në shkolla, mirë po në rastin tënd konkret ose edhe nga histori të përgjithshme, sa ndihmojnë psikologët? Ndihmojnë. Mirë po, edhe si që thash, kjo është problemi, të rinjt nuk shprehen dhe kjo bën që as të tjerat nuk mund të na ndihmojnë nëse ne nuk shprehemi. Në qoftë se ti nuk i tregon dikujt për vështirësitë që ti ndjen, ai nuk mund të ndihmojë. Është një stigmë në fakt që ka ekzistuar edhe kur unë isha, që nëse të ka thirr psikologu ose pedagogu, ti ke bërë diçka të keqe dhe të pret një dënim në fund nga kjo. Vazhdon të jetë kjo stigma, sepse unë mendoj që po të shkosh te psikologu është diçka pozitive, sidomos nëse konsultohesh. Po tani në kohët e sotme për të shkuar te një psikolog është diçka absurde dhe nuk e di pse ashtu mendojnë, mirë po është një gjë e mirë, për shkak se nëse ti konsultohesh me dikë do të ndihmoj shumë ty. Definitivt. Do shkojmë pak tek analiza ligjore, jo për diçka tjetër, po pse unë kam më afër zemrës, më thuaj pak si ishte të analizosh pak ligjet. Nuk ishte edhe aq e lehtë, mirë po e kam bërë me gjithë dëshirë dhe jam munduar të jem korrekte dhe edhe ligji është një gjë të rinj duhet t'i ndihmoj. Për shkak se nëse ligji nuk është për ne atë kush do të jetë. Ai do të jetë një gjë të cilën duhet të rinjve sidomos çdo herë afër dhe të jenë të gjithë të barabartë përpara ligjit dhe t'ju ndihmojnë në çdo vështirësi që ato gjenden. Po, në fakt, ti ke përmendur disa prej konventave dhe organizatave që ne i përmendim gjatë studimeve, po edhe në përditshmëri, për shembull UNHCR-ja, ke përmend konventa për të drejtat e fëmijëve, dhe në fakt kemi konventa shumë të bukura sot, të cilat mbrojnë shumë fëmijët. Unë do përmend këtu UNESCO, po do përmend edhe Megjashi në fakt. Nuk e di sa Megjashi vazhdon edhe bën punë në shkollat e mesme, mirë po Megjashi ka një linjë SOS, e cila i dedikohet fëmijëve, quhet Alo Bushavo, kështu që në këtë drejtim do bëj vetëm thirrje që për gjithë ata që kanë nevojë, Alo Bushavo është në internet linja ku fëmijët mund drejtohen për çfarëdo gjëje që kanë. Si mendon, ndihmon kjo të pasurit një linjë SOS ku fëmijët mund të thirrin e të kontaktojnë? Po, ndihmon shumë, për shkak se nëse ato gjenden në një vështirësi të madhe dhe nuk kanë se me këtë flasin, ajo do t'ju ndihmojë shumë. Thuaj pak, sa mori kohë libri? Libri mori kohë 6-7 muaj. E kam bërë ngadalë dhe si thash u desh të jem më e saktë dhe precize dhe doli shumë mirë, jam shumë e kënaqur nga libri. Si fillon tërë procesi të shkruarit? Ideja, titulli vjen në fillim, vjen në fund, ma përshkruaj pak. Në fillim unë mendoj mirë se për çfarë teme do të flas, e caktoj temën një herë. Pastaj pasi që ta caktoj temën, i ndaj kapitullit, kapitulli i parë, i dytë, i tretë, pastaj bëj përmbajtjen, filloj të shkruaj dhe në fund unë vendos titullin. Për shkak se në gjitha për ata që kam shkruar përmbajtjen e librit, në një fund vjen edhe titulli. Kush ishin personat e parë që e lexuan librin? Unë e para, pastaj vjen mami dhe babi, motra, vllau, profesorët e mi të cilat më kanë ndetur afër dhe profesoreshat, gjithë këta. Edhe si ishin reagimet pasi që e lexuan? Shumë reagimet bukura, ato e pëlqyen shumë librin, dhe shpresoj se edhe nga të rinj kjo të jetë e pëlqyer dhe t'ju ndihmoj, që është gjë më e rëndësishme. Ne përmendëm pak rrugtimin tënd nga libri i matematikës te një libër i cili dedikohet pak historikut të Zefryshmarkut tek një libër i cili trajton temat ose përpjecit më të mëdha që të rit kanë sot. I ardhshmi, çfarë na pret? I ardhshmi mendoj që do të jetë matematikë, po mirë, po për ato do të punohet shumë, kështu që nuk është nëse vjen edhe libër tjetër në letërsi. Ndoshta paralelisht punon të dyat. Po cila është më e lehtë për të punuar? Jo në aspektin e kohës, sepse matematika ndoshta merr më shumë kohë, po cila vjen më rrjedhimisht te Blerona? Matematika. Për shkak se ata e kanë më lehtë, detyrat të zgjedh, ti përpunoj, po edhe letërsia nuk është aq e rëndë. S'është e rëndë.
Kjo është e bukur në fakt të dëgjosh që një e re vazhdon shkruan. Profesoresha ime Merita Abazi, mesazhin që neve na i ka dhënë gjithmonë ka qenë mos u ndalni së shkruari. Edhe kjo ka një arsye, ata që e këthon e din, më thoj pak sa është e lehtë tash për Bleronën për të bërë hartime, për të bërë shkrimet ndryshme, analizat ndryshme. Shumë e lehtë, ndash nuk e kam problem, jam mësuar edhe nuk është e vështirë për mua. Sa bukur. Blerona, du pak të ndalim në përgjithësitë e sistemi i shkollës së mesme, sepse në fakt veprimtaria jote lidhet në një formë në një tjetër me këtë. Sa i përshtatet shkolla e mesme në cilën ti je, sistemin në cilën ti je, nevojave të nxënësve, librat janë të përditësuar mjaftueshëm, përmbajtja e kështu me radhë? Nga ana tjetër të rinjt në shkollën time aty, nuk janë edhe atë si duhet janë, për shkak se nuk e kuptojnë që libri është gjithçka. Nëse ti lexon, ajo të pasuron ty shumë. Dhe kjo është një gjë të cilat i bëjnë që të rinjt të thonë ta ulin nivelin e tyre dhe mos të jenë në nivel që duhet të jetë një nxënës. Mirë, po besoj që me kalimin e kohës do ta kuptojnë dhe do të jenë në vetdije. Po, në fakt leximi, Blerona lexon? Po, shumë. Çfarë lexon më shumë ti? Mua më pëlqen më shumë të lexoj romane. Interesante, që kanë një histori, kanë një përfundim, mirë po edhe lektyrat me poezi edhe ato i kam shumë qef. Po teko romane, cilat tematika janë më të preferuara? Unë kur kam qenë shkollë të mesme, dashuria ka qenë kryefjalat e unë. Çka kishte me dashuri, unë ata adhuroja. Njëjtë edhe për mua është. Tash më kanë ndryshuar, tash kemi dalë te misteriet e thrilleri. Po mirë, po prap ato janë zënë një vend të veçantë në gjitha ato tjera. Ke ndonjë libër që kështu e ke shumë afër zemrës edhe nëse të pyet dikush cili është libri jot i preferuar, ti e thua direkt atë? Është Lulja e kujtimit. Është romani Afërdita. Këto prej kur kam qenë klasa e 7 i kam lexuar dhe më kanë lënë një përshtypje jashtëzakonisht mirë. Unë e kam sikur të isha djalë. Edhe ajo është shumë e mirë. Në fakt është e bukur sepse librat të cilat ne i lexojmë përgjatë viteve na formojnë në një farë mënyre. Blerona, unë fillimisht uroj shumë sukses për këtë libër tëndin të tretë. Çfarë moshe ishe edhe një herë? 16 vjeç. Ta mendosh që në 16 vjeç vetëm më ka 3 libra, kështu që kujt dihet Blerona kur të bëhet 30 vjeç sa libra do ketë. Do na mbush bibliotekën vetëm me librat e saj. Më thuaj pak, cili do të ishte mesazhi që ti do doja t'ja u dërgoje të rive, fshatarëve tu? Mesazhin që unë doja t'ja dërgoj të rinjve është që ato të besojnë në vete, mos të mundohen t'ju pëlqejnë të tjerëve, t'jenë vetvetja dhe çdo gjë që ato i bën të ndihen të lumtur le ta bëjnë. Rona, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit edhe për gjithë punën që bën. Faleminderit shumë.